ka marrë malli mi dëgju këta tingoj. Ne u kthyem në pjesën e dytë të emisionit, jemi bashkë me Lorik Shala, një nxënës i shkollës Frank Jakova, njëkohësisht i shkollës Pjetër Bogdani dhe është në klasën e 4. Lorik, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Emocione pak apo? Është hera jote e parë që po del në një intervistë, ki kamera gjithandej, kështu që është me se kuptueshme. Apo na tregon si ka lind dëshira jote për instrumentin e kitarës? Mu ka lind dëshira jem për më bu një gitarist u konë prej një familjarit tim që është edhe djali i tezës teme dhe tanaj prej atër që i kom dëgju melodi që a i bën më ka pëlqy shumë gitarja dhe tanaj kom pas që vedon. Kanë qenë tingujt ata cilë kanë tërhek më shumë, tja po? Po. Son besoj që ke dëgju edhe instrumente tjera, ke dëgju pianon, violinën, fagotin, ndoshta instrumentet të tjera, klarinetën, flautën, por ka qenë ndoshta kitara e cila tingulli i kitarës në fakt i cilit ka tërhekur më shumë, tja po? Po. Adea? Lorik, cila ka qenë muzika e parë që e ke mësuar për menç? Twinkle, Twinkle, Little Star. Shumë bukur. A ushtron çdo ditë apo kur dëshiron ti? Vetëm kur dëshiroj. Çfarë shtojnë shokët e tu të klasës që mëson ti gitarë? Që je shumë i talentuar në instrumentin e gitarës. Apo na tregon pak rreth shkollës muzikës, pastaj kalojmë tek shkolla Pjetër Bogdani, sepse janë dy shkolla të ndryshme. Dhe ti vijon mësimet njëkohësisht. Sa është të vështirë me i balancu mësimet në të dy shkollat, sepse të dy shkollat i kanë kërkesat e veta. Mësimdhënësit e tua i kanë kërkesat e veta, detyra ki nga të dy shkollat. Si mundesh me i balancu? Unë i balancoj duke ushtruar gitare, vikindeve, kështu shpesh derisa e bëj mirë pas një gabim edhe për me mësuar për në shkollën Pjetër Bogdani që e kam primare, ushtroj gjatë javës, kështu kur kam mësime shkollore, i bëj detyrat e shtëpisë dhe mësoj. Cila duket me litë? Shkolla e përgjithshme apo shkolla e veçanta quajmë muzika? Shkolla e muzikës. Shkolla e muzikës. A mendon që do të vazhdosh në të ardhmen të merresh profesionalisht me kitaren? Po. Do me thonë të pëlqen shumë? Po. Lorik, a të pëlqen këngët e qeta apo të shpejta? Të shpejta. Sa kohë të duhet për ta mësuar një këngë të re? Një muaj. A ke ndonjë kitarist i cili është i famshëm dhe ty të frymëzon edhe thua që në të ardhmen ndoshta do të bëjmë sikur kë? Po. Cili është ai? Është një grup. Metallica. A ke ndonjë këngë të tyre të cilën e ke mësu deri tani apo jo? Jo, veç jam të e mësu, po se kam mësu. Të flasim pak për mësimdhënësin e kitarës. A është shumë strikt me ty? Apo të lejon ndonjëherë bën lëshime dhe thot, okej, nuk e ushtru sot, mundesh me ushtru herën tjetër. Apo duhesh me patjetër që gjithmonë të shkosh i përgatitur, sepse puna sistematike dhe disiplina në punë unë mendoj që të bën suksesshëm, sepse nëse nuk do të punoje ti kaq shumë, unë mendoj që nuk do të arrije të mësoje këto vepra cilat i ke mësuar. Po, mësuesi jam që është Denis Regjipja, nuk më shtin, po e kam të detyruar që me ushtru kështu, që tani mos me gabu. Po ka një herë edhe me lejon që s'kam ushtru nëse kam pas shumë nevojë.